Afati I fundit për shpalljen e zgjedhjeve vendore për të mbajtur në pjesën e parë të majit skadon për disa orë, ku vendi duhet të mblidhet për të vazhduar seancën konstituive e kohës së para vitit të ri dhe të vendosë si më tutje. Nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor thonë se te ata nuk kanë mbërritur asnjë akt I nënshkruar nga kryetari I kuvendit dhe prandaj ky institucion nuk mund të ndërmerr asgjë, gjithsesi të përpilojë afat në lidhje me aktivitetet zgjedhore. Me një akt të këtillë caktohet dita e zgjedhjeve si dhe dita se kur fillojnë të rrjedhin afatet për realizimin e veprimeve zgjedhore. Pas pranimit të këtij akti, KSZ përpilon afat në lidhje me veprimet zgjedhore dhe fillon me zbatimin e të njëjtit. Një nga opsionet siç shpreh ish-antari I KSZ-s Aleksandar Novakovski është që kuvendi të mblidhet dhe të miratojë ndryshimet në kodin zgjedhor për shtyerjen e zgjedhjeve. Me këtë rast me akt të veçantë duhet që kryetarëve dhe këshilltarëve komunal t'ju vazhdohet mandati. Do të duhet të gjendet mënyrë që zgjedhjet të shtyhen, por nisur nga ajo që po e dëgjojmë në publik se nuk ka disponim për shtyrjen e tyre, atëherë ekziston një modus që kuvendi të mblidhet për këtë qëllim, të formohen trupa punues dhe zgjedhjet të shpallen pas datës që do të ishte caktuar nga partitë. Nga LSDM insistojnë se fillimisht duhet që kryetari I shtetit Ivanov t'u dorëzojë mandatin, të formojë qeveria e më pas të shpallen zgjedhjet. VMRO do përmenet tani më disa ditë përsërit se angazhohet për zgjedhje të reja parlamentare së bashku me ato lokalet. Nga BDI konsiderojnë se zgjedhjet duhet të mbahen në afatin e parapar. Besa dhe Aleanca për shqiptarët gjithashtu përparësi jap informimit të qeverisë e cila do të organizonte zgjedhjet. Ambasadori I BE-s në Maqedoni Samuel Zhbogar sot në Tetov u bëri thirrje politikanëve që të përgjigjen se a do të shpallen në vend zgjedhjet lokale.